Gjithmonë jam kanë për me ndihmu familjen, nuk kom këshirë të e pjesa që mi ofru logës vetës tem. Thjesht gjithmonë kom këshirë për familjen, me punu, mi ndihmu familjes, se jam shumë e lidhë me familjen. Edhe bën shumë mirë, është jenë shumë e mirë kur ti ke mundësi dhe ofron A jam mira dhe familjarëve, njerëzve tu që i kime se sa ndoshta me pas një qantë me një kasë shumë të madhe, pse me pas una qantë, kur nevoj me ndihmu familjes tem, nëse ka nevoj edhe njerëz tjerë. Që kom ndihmu edhe vazhdoj me ndihmu edhe thjesht s'kam qenë mi pas shumë publike ato gjana. Albulina, diçka që po diskutohet shumë fakt me që folëm pak edhe për pjesën e darsmave, është vlerat e mdhaja, ose shumat e mdhaja të parave që po hargjohen nga familjar që po organizojnë një darsëm. Am të regon pak cila ka qenë darsma më e shtrejtë që ke qenë te aty prezente? Se di, dyqysh mendoj që se cilë që organizon darsman ka kosto, se cila darsëm ka kosto, edhe se cilë mundohet në atë mënyrën e vetë më të mirën për me ba.